Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti mbron qëndrimin e tij se me gjithë krizën politike që po kalon vendi prej shkurtit të këtij viti nuk ka krizë ekonomike ndërsa qeveria është në krye të detyrës. Gjatë fjalës së tij në seancën e jashtëzakonshme në paraqitjen e projekt buxhetit, Albin Kurti argumentoi se në Kosovë asnjë rritje ekonomike nuk ka qenë nën 4%. Ai thekson se rritja mesatare ekonomike është 6% e që për këtë arsye sipas tij nuk ka protesta të qytetarëve, por vetëm ankesa të opozitës. Kritika pati dhe për opozitën që nuk ishte e pranishme në seancë. Lidhja Demokratike e Kosovës argumentoi mungesën e pranisë në seancë me palishmërinë e saj. Deputeti i LDK-s Armen Zemaj e cilësoi seancën në kundërshtim me rendin kushtetues. Sipas tij, përfshirja e projekteve buxhetore, kredive dhe marrëveshjeve ndërkombëtare në një seancë të tillë është shembull i papërgjegjësisë institucionale. Forca më e madhe opozitare në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës, i bën thirrje presidentes së Kosovës të caktojë datën e zgjedhjeve. Deputetja Vlora Çitaku kërkon nga Vjosa Osmani të jetë më aktive në zhbllokimin e situatës politike. Deklaroi Vlora Çitaku gjatë konferencës për media përpara seancës së jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri Edi Rama, gjatë mbrojtjes së projekt buxhetit 2026, garantoi se Partia Socialiste nuk do të ishte garante e askujt përpara pavarësisë së gjyqësorit. Natyrisht është një buxhet që diktohet nga detyrimet tona të patjetërshme në dy drejtime. Detyrimi në raport me antarësimin tonë në NATO dhe detyrimi në raport me drejtësinë e pavarësinë e cilës e garanton vetëm Partia Socialiste e Shqipërisë. Dhe kështu gjatë fjalimit ku e pranishme në sallë ishte dhe zëvendës kryeministre Belinda Balluku, Rama tha se Shqipëria për herë të parë në histori lufton korrupsionin dhe jeton pa dallim. Në buxhetin që do të miratojmë kemi një rritje domethënëse të mbështetjes qoftë për mbrojtjen, qoftë për drejtësinë. Dëshmon përpara prokurorisë së posaçme për ngjarjet të 21 janarit 2010 Sali Berisha, ish kryeministri demokrat, në ato vite mbrojti edhe një herë rolin e Gardës së Republikës në mbrojtjen e institucionit të Këshillit të Ministrave. Megjithatë, ai deklaroi se nuk ka patur urdhër për përdorimin e armëve të zjarrit mbi protestuesit. Sipas tij, dhe provat audio të publikuara në media mund të jenë të manipuluara. Krahas asaj, ish kryeministri pranon se ka penguar arrestimin e drejtuesve të Gardës së Republikës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.